Unë edhe në këtë drejtim duhet të sqaroj që atë që thash për lëvizjen Besa, pra çdo subjekt politik pjesë e koalicionit qeveritar bën propozime dhe sigurisht në konsultim me kryeministrin përcakton edhe emrat. Në këtë rast unë konstatova që ministri në fjalë në shumë raste ka lënë shumë për të dëshiruar dhe sigurisht që do të jetë pjesë e partisë së tij dhe e kryeministrit që do të vlerësojnë se a do të vazhdojnë më tutje. Ajo që është me rëndësi që dua të potencoj që as ministri në fjalë dhe as kush tjetër nuk duhet që pozitën e tij apo suksesin ose dështimin e tij ta kushtozoj me tema ndërretnike dhe sigurisht që nëse edhe më tutje do të ketë kështu tentime, ne si Lëvizje Besa dhe si pjesë e Vlenit do të japim qëndrimin tonë. Më konkretisht sa i përket çështjes në fjalë, vlerësoj që qeveria në përgjithësi ka gatishmëri që këtë ta zgjidhë. Ministri besoj që ka kompetencën e plotë që shumë shpejt ta zgjidhë këtë çështje, por po shihet që nuk ka vullnet, prandaj si pjesë e qeverisë këtë do ta zgjidhim me ligj.